Për herë të parë në Shqipëri, tokat pa tapi dalin në shitje me vlerën €1. Kjo është paketa e maleve, e cila ka filluar të aplikohet nga 3 maj 2025 dhe është një iniciativë religjore në Shqipëri, e cila synon të rrisë zhvillimin ekonomik në vend dhe të frenojë imigracionin nga zonat malore. Ky ligj, i cili ka hyrë në fuqi në datë 3 maj 2025, u jep mundësinë individëve që kanë përdorur për më shumë se 10 vjet toka shtetërore në zonat malore, pa pasur një titull pronësie të mirëfillt, të bëhen pronar të ligjshëm të këtyre tokave me çmimin simbolik prej €1. Por kush përfiton nga kjo paketë? Për të përfituar nga kjo paketë, aplikanti duhet të plotësojë një sër kriteresh, të ketë përdorur vazhdimisht tokën për të paktën 10 vjet, të paraqesë një plan biznesi i cili do të zbatohet në 2 vitet e ardhshme, të paraqesë dokumentacionin që do të vërtetojë përdorimin e tokës, si fatura shërbimesh, deklaratat e autoriteteve lokale, foto apo prova të tjera materiale. Gjithashtu, për 500 aplikantët e parë, qeveria ka parashikuar disa lehtësira fiskale, të cilat do të aplikohen në një periudhë 10 vjeçare dhe përfshin përjashtimi nga tatimi mbi të ardhurat, përjashtimi nga TVSH-ja, përjashtimi nga taksa e pasurive të paluajtshme dhe përjashtimi nga taksa e ndikimit në infrastrukturë. Ruaj videon pasi në ekran do të shfaqet procedura e aplikimit me të gjitha hapat e saj. Qeveria synon përmes kësaj pakete të nxjisë zhvillimin e turizmit malor dhe të agrobiznesit, duke kthyer ish banorët në fshat, duke gjeneruar kështu të ardhura për ekonominë lokale. Për më shumë informacione ligjore apo pyetje të ndryshme mbi çështje të ndryshme ligjore, mund të më kontaktoni nëpërmjet rrjeteve të mia sociale, në Instagram, në TikTok